Sistematike, i thashë kam pasur marrëdhënie me Valbonën, të tillë, domethënë me sulme, domethënë dhe unë sigurisht ja kam kthyer me lojën që ajo bën këtu, sepse ajo erdhi me akuzë, ajo ka ardhur me akuzë që prajmin e dytë, sa ka qenë prajmi i dytë asaj i makinës që ishte. Dhe më vonë filloi të fliste për emisionet e mia, për klikime e për lloj gjërash, ngrite punën e vet, ulte punën time. Ku di ti, ku bën ti, dhe u bë, domethënë, dhe deri tani, i thash, deri para një javë, i thash, unë kam pasur situatë me Valbonën. Sepse ishte, dhe së bashku i thash dhe me Laertin. Dhe me Laertin thash, e kam patur nga gjysma e dytë e këtej. Gjysmën e parë thash, kam pas një marrëdhënie të rregullt. Këtu, nuk kam pasur, po themi, akuza kundër akuza ndaj njëri tjetrit. Ble së rinde goxha afër. Po. Së rinde goxha. Po. Dhe atëherë i thash marrëdhënia me Laertin, a është gjysmës së dytë, i thash, të Big Brotherit, një muaj gjysmë e dytë, sepse i thash unë, e para punës, ai bashkë me Valbonën bërtisnin, i thash që ka qenë situata më e fundit fare tani, që bërtisnin gjithkohës edhe thonin në përshpi, ti vdes për Laertin, ti do me put Laertin, Gerta i shkon mbrapa Laertit, arriti deri sa tha pëlqen Laertit, që ishte një skandal i vërtet, dhe Valbona i thash bëri akuzën më të rëndë, i thash ma ka bërë në shtëpi, ma ka bërë Valbona, ku qën kam unë, i thash që futem ke situatat e tjerëve, i thash. I thash me që po bën gjithë rezumen time dhe analizën time. Po, dhe ke Laertin, tha mua, lëre, tha Laertin, lëre, po si ta lëm, a është banor këtu? Jo, tha se e mora, tha si shembull Laertin, thoshte ky. I thash, pastaj, po tha me Eglin, tha, kur ti tha je konfliktuar me Eglin, tha, sepse i ke thënë, tha, për mua, tha. Unë i thash, për ty i kam thënë Eglit, kur pasi gjoja i kishte filluar dhe kishte nisur. Sepse nuk atë tha Egli ty atëre që Aldo, si s'vjen zor, sepse u shkëput nga ty, i thash, ku erdi Gjesti, Egli u shkëput nga Aldo, nga marrëdhënia me Aldon. Dhe kjo tha, ti tha, u vërsule, tha, dhe flisje për mua, tha, dhe këtë e quaj, tha, situatën që ti tha je futur. Jo mërjo, i thash, unë situatën e kisha të ngritur me Eglin, sepse 2 javë e para, unë me Eglin kam pasur marrëdhënie korrekte. Por, edhe në këto 2 javë e para, Egli më tha, që Gerta tha, ke intervista që kam qënë me ty, tha, nuk më kam pëlqyer 2 gjëra, kam rezervat e mia. Okej, dhe në këto 2 javëshin